Jemi sërish në alert në këtë pjesë të tretë, si që anonqova në fillim të emisionit. Do të kemi një diskutim me zotin Erson Thimespira, është drejtor i drejtorisë veterinarisë në Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve. Ajo çfarë do diskutojmë sot është një pjesë ose hallka më e rëndësishme në fakt e sigurisë ushqimore dhe lidhet konkretisht me shëndetin e kafshëve. Mirë se erdhët në alert. Faleminderit, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Dua ta nis bisedën me ju, jemi akoma në dimër, në fakt, pavarësisht se situata e motit është përmirësuar, fatmirësisht edhe reshët janë shumë pakta këto kohë, po kishte një periudhë të vështirë. Të vështirë edhe për njerëzit në tërësime, përmbytje, rrëshqitje dheu, reshje bore, akull, bllokime rrugësh, po një sektor që sigurisht e ndjen është veterinaria, janë kafshët. Çfarë ka ndodhur konkretisht në këtë periudhë, në kuptimin po themi, aty ku ka pasur përmbytje, kafshë kanë rrezikuar ose mund të jenë mbytur, se në mos gaboj diku ka pasur edhe humbje. Si është përballuar me ushqim për kafshë që mund t'ia çuar njerëzve kur nuk kanë pasur mundësi, pra është përmbytur, marr ujë etj. etj. Për sa i përket situatës që ne kemi kaluar në këtë fillim vit, ka qenë një situatë e vështirë për shkak të situatës së motit. Sa i përket rolit të AKVMB-s në tërësi, ne jemi një autoritet cili mbulon shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve. Në momentet e para në ndryshim të kushteve të motit, ne gjithmonë bëjmë lajmërimet tona për sa i përket fermerëve për të ruajtur kushtet e mbashtimit të tyre, si janë stallat që janë të rrezikojnë ose lëvizjet ose kafshët që mund të jenë kollot, dhe kemi bërë një mundësi sepse kemi bërë një lajmërim dhe dëmi mund të kishte qenë akoma më i madh. Po për sa i përket rasteve konkrete, ka qenë një situatë e jashtëzakonshme që ka pasur përmbytje të stallave dhe ngordhje të kafshëve për sa i përket gjithë territorit të vendit, po dy vendet, zonat që kanë qenë më të prehur, ka qenë pjesa e Fushkrujës, Sukthit dhe të Fierit në zonën e Levanit dhe Mbrostarit. Në momentin e parë, grupet me strukturat tona rajonale të veterinarëve ka qenë terren për të bërë të mundur ndihmën ndaj fermerëve dhe të gjithë evidentimin e rasteve ku janë mbajtur në mbështetje dhe bashkëpunim me emergjencat civile dhe stafet e pushtetit vendor. Me të gjithë ndihmat që janë bërë edhe nga Ministria e Bujqësisë për sa i përket bazës ushqimore, janë mbështetur gjithë fermerët për sa i përket edhe ushqimit dhe ndihmës me mjekime për sa i përket kafshëve dhe lodhjes nga stresin që është krijuar nga kjo situatë. Për gjithë ata fermerë të cilët kanë pasur dëmtime, është bërë evidentimi i tyre i plot për sa i përket sistemit tonë që kemi kombëtar Ruda, numrit kafshëve, dhe janë mbajtur procesorbalit e gjitha të plota për evidentimin e gjitha rasteve dhe për të vazhduar pastaj me procesin dhe dëmshpërblimin e kafshëve, i cili i përket një solucioni tjetër, sepse në bazën ligjore nuk kemi mundësi ne që t'i plotësojmë, por kemi mbajtur gjithë dosjen dhe dokumentacionin e plot për të bërë të mundur dhe evidentimin e gjithë rasteve të ndodhura. Pra blegtorë që kanë humbur kafshët të tyre nga përmbytjet, kryesisht nga përmbytjet ka pasur ngordhje, jo nga bora. Faktikisht, me ndryshimet e fundit të motit, kemi pasur edhe kemi pasur sa dëmtime nga zjarret, cilat janë në të njëjtën situatë, po në verë, nga zjarret dhe nga kjo është pjesa e dytë që ka ndodhur nga përmbytjet nga shirat. Janë të dyja të plota të evidentuara dhe është pjesa e paketës plot që do bëhet dëmshpërblimi. Nëse flasim se tashmë fermerët sigurisht interesi i tyre është tek dëmshpërblimi, meqense e përmendet. Ju mblidhni statistikat, dhënat dhe ja dërgoni Ministrisë Bujqësisë apo Ministrisë Financave në këtë rast? Për sa i përket dëmshpërblimit, ne bëjmë gjithë dokumentacionin e plot dhe dërgohet në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë tek Ministria e Financave dhe për sa i përket ku alokohet nga pushteti vendor ose emergjenca civile pjesa, sepse është mbështetur në legjislacionin ku ato i përfshin. Dëmët e vjeçme janë
alokuar buxheti, janë dëmshpërblyer fermerët për zjarrin, për shembull, ka pasur rast në Delvinë, mos ka bëhen zona ndryshme? Po, për sa i përket pjesës gjithë paketës së plot për rastin e zjarreve, janë bërë gjitha evidentimet dhe janë bërë gjitha paketa e plot dhe me dijenin time janë alokuar. Kurse kjo pjesa tash është në diskutim sepse është bërë gjithë pjesa dokumentacion e plot. Kjo është akoma e freskët, sigurisht se shteti ka procedura e dokumenta, dihet ajo punë, po e bëra pyetjen sepse ata që janë ndjekin thotë këta s'na kanë dhënë të vjeçmen akoma të djegjes, flit kanë për civjetën. Pra jo pa qëllim e bëra këtë pyetje. Ideja është që këto janë buxhete të cilat janë të pa planifikuara dhe nuk dihet domethënë numri ose sasia sa mund të ndodhë. Prandaj bëhet procesi i plot i dokumentimit dhe pastaj kalon në momentin e dytë që të bëhet alokimi i fondit. Jo, fakti që janë të shpërblyer ata nga zjarret, ka shpresë edhe për këta nga përmbytjet. Po, është po e njëjta procedurë, thjesht ata do të jenë të qetë sepse do dokumentacionin dhe kohën e plot që të arrijnë në procedurën e dëmshpërblimit. Qartë, patjetër. Një ndër, ose ndoshta problematika më e madhe e kafshëve janë smundjet që ato kanë, her pas here. Nëse dikush she qoftë faqen tuaj, website-in, AKVMB-s, qoftë rrjetet sociale, she disa ato punët e përditshme ose thirrjet e përditshme për pjesën e smundjeve. Ndoshta ti marrim pak me radhë se çfarë është lija e dhenve dhe e dhive, për shembull dhe që shkakton humbje e tjera. Pse i rikujtoni? Ka situata, ka vatra, apo vetëm rikujtoni blegtorët? Për sa i përket dhe më pas po marrim edhe tuberkulozin e tjera. Po, për sa i përket smundjeve të ndryshme që ne bëjmë njoftimet dhe ndërgjegjësimet, ne bëjmë një evidentim dhe kontroll të situatës si në vendin tonë, po dhe në rajon. Domethënë, nëse ka shpërthime në vendet fqinje ose në rajon dhe ne kemi për të marrë masat parandaluese të këtyre smundjeve, ne bëjmë ndërgjegjësimi për fermerët që të kenë kujdes për kontaktet, lëvizjet dhe transmetimin e këtyre smundjeve. Për sa i përket smundjeve që ne fokusohemi dhe kemi i ndajmë ato në masat profilaktike që bëjmë ne si shërbim veterinar, që fokusohemi më shumë tek pjesa e zoonozave dhe janë pjesët e transmetimit të tyre. Gjithashtu, vështirësia e këtyre smundjeve që ne mund t'i prekim pak më poshtë, është edhe përsa i përket smundjeve ndërkufitare, të cilat janë më vështirë të menaxhueshme dhe do një koordinim si me strukturat tona dhe me këto homologe në rajon. Qartë. Aktualisht, a kemi vatra smundjesh të ndryshme në Shqipëri kafshësh? Qoftë li, qoftë tuberkuloz? Për pjesën e lis ne nuk kemi. Është një lajmërim i cili ka ardhur nga Maqedonia e Veriut për një rast pozitiv i cili ka ndodhur në fund të muajit që kaluan në janar për konfirmimin e smundjes lis dhe ne kemi marrë masat e bllokimit menjëhershëm. Ministria e Bujqësisë ka marrë masat e bllokimit menjëhershëm për kafshët të cilat prekin kafshët e imta, siç janë delet dhe dhitë. Pra bllokim nga gjithë Maqedonia apo nga ajo zonë? Nga gjithë Maqedonia, si dhe tranzitimin e kafshëve nga ky shtet. Edhe Kosova kishte bërë të njëjtën gjë në fakt. Po, pikërisht. Sepse kjo është një pjesë e smundjes që konsiderohet dhe zoonozë dhe prandaj ne kemi në fuqi plan e kontingjencës për këtë smundje. Përsa i përket smundjeve të tjera, siç përmendë ju tuberkulozin, ne bëjmë një kontroll të përvitshëm përsa i përket kafshëve të gjellit për smundjen e tuberkulozit. Për momentin, të gjitha kafshët që rezultojnë pozitive eliminohen dhe dëmshpërblen nga buxheti i shtetit për pjesën e tyre, vlerës e tyre të kafshës. Pra, tani, më falë si ndërpreva ndoshta, por një vit më parë, besoj një vit, ka qenë një histori që madje u bë dhe mediatike, kam bërë një emision për atë histori për mishin që u gjet në një thertore, po themi në Berat. Me tuberkuloz ka qenë, apo ka qenë brucelozë?
ka qenë brucelozë. Pra, ideja është që nuk ka vetëm dëmshpërblim, kjo është azjesim kafshësh dhe dëmshpërblim. Po, përsa i përket kontrollit të këtyre kafshëve, është një kontroll i cili bëhet në masë profilaktike, e cila është falas nga shteti, nga shërbimi veterinar, dhe në pjesën e daljes së tyre pozitive bëhet eliminimi i plot dhe nuk ka mundësi që të ketë transmetime. Për këtë është dhe arsye që bëhet ajo shkëputja e gjithë zinxhirit të transmetimit të sëmundjes. Në një prej postimeve të AKMB-s thuhet që lëvizja e kafshëve drejt tregjeve, kullotave apo nga një fermë në tjetër, pavarësisht nëse ka apo jo ndryshim pronësie, duhet shoqërohet me certifikatën e lindjes kafshëve, e lëvizjes, më falni. Çfarë është ky dokument? Sa i rëndësishëm është? Nëse ndryshon pronar kafsha, a duhet ndryshohet dokumenti, ku merret i riu? Përsa i përket lëvizjes së kafshëve, ne kemi një dokument që quhet certifikata e lëvizjes së kafshëve, e cila ka të gjithë informacionin e plot të gjithë fermës të origjinës dhe fermës së destinacionit. Përsa i përket certifikatës, kjo lëshohet nga veterinarët tanë zyrtar të shërbimit, të cilët janë të alokuar në gjithë territorin e vendit, përsa i përket njësive administrative në gjithë bashkitë dhe qarqet, dhe ky si dokument është një dokument zyrtar i cili shoqëron lëvizjen e të gjithë kafshëve nga destinacioni A në destinacionin B. Duke bërë të mundur dokumentimin me certifikatën e lëvizjes, ne kemi të plot gjithë gjurmëshmërinë dhe gjithë lëvizjen dhe informacionin e plot të kafshëve. Në këtë emision gjej rastin dhe që t'i njoftoj gjithë fermerët që të kërkojnë shërbimin ton nga veterinarët tanë të shërbimit për të pajisur me certifikatën e lëvizjes. Nëse ata duan të shesin të lëvizin për kullot dhe të rikthehen prapë në origjinë, të kërkojnë certifikatën e lëvizjes në veterinarët tanë të shërbimit, ku kanë kontaktet si të faqja jonë zyrtare dhe në gjitha njësitë administrative ku ata banojnë. Përgjithsisht blegtorët i njohin veterinarët e zonave. Pikërisht që e kanë, por ne i gjendemi gjithmonë pranë tyre, sepse kjo është një punë që është e përditshme dhe nuk ka ditë pushimi, ditë patjetër, po e thoya që nuk e kanë të vështirë janë në kontakt dhe i din. Një ndër problematikat që jam i sigur që ju jeni në alert, pavarësisht se nuk ka ndonjë sinjal, është gripi i shpendëve. Sepse çështja e lëvizjeve, shpendëve migrator, ndryshimi i temperaturave e tjera, por si është situata sot në rajon dhe në Evropë me gripin e shpendëve? Dhe a është larg apo afër Shqipërisë? Pavarësisht se ajo mund ndryshojë nga java në javë. Për sa i përket gripit shpendëve në territorin ton, në moment që flasim nuk ka raste pozitive ose raste të dyshuara për sa i përket kësaj sëmundje, por duhet të theksojmë sepse kjo është një sëmundje siç e përmenda pak më lart, që është një sëmundje ndërkufitare dhe transmetohet nga shpendët e egër, të cilët janë bartës të kësaj sëmundje, dhe duke ditur që ne jemi në trajektoren e emigrimit të shpendëve, jemi vend me risk për këtë sëmundje. Do të thotë që me ndryshimin në muajin shkurt, mars dhe prill, me ndryshimin e temperatura, rritjen e temperatura, kemi emigrim të shpendëve. Shpejtësia e lëvizjes tyre është e madhe që mund të kemi brenda ditës ose brenda 24 orë lëvizje dhe emigrim të tyre dhe transmetim të shpejtë të sëmundjes, kështu që kjo është një nga periudhat e riskut për transmetimin e kësaj sëmundje. Në Europë ekziston për momentin në shtete ndryshme, tashti në mos gaboj ka pasur edhe Italia, por nuk jam Italia, Gjermania, Bullgaria për sa i përket influenca aviare, por kjo është periudha që të gjithë shpendricit duhet
krijojnë kujdes të shtuar dhe të rrisin masat e biosigurisë për pjesën e sëmundjes së influencës aviare. Të biosigurisë do të rrisin stabilimentet, sepse normalisht fermeri i vogël me pula fshati s'ka çfarë rrit, besoj. Ai maksimumi mund njoftoj në kohë real, domethënë sa më shpejt kur ka shenja. Po në kuadrin e fermerit quajmë dhe stabilimente sepse dhe ne vlerësojmë të gjithë situatën në gjithë territorin. Normal për stabilimente është e fokusuar masat e biosigurisë, por dhe fermerët e vegjël mos të bëhen portator ose mos të bëhen transmetues të sëmundjes që të tregojnë për rastet nëse ka dyshime ose rastet të ngorjes së shpendëve. Ata besoj do të njoftojmë njëherë veterinerët, Po, janë gjithmonë në kontakt me kjo. Çfarë mund të ketë shpendi i tyre që smuret apo ngorë? Pavarësisht asaj, sepse ne po flasim për sëmundje influenca aviare, por sëmundje që qarkullojnë janë të shumta dhe ne duke marrë mosa dhe dërgimet e tyre në laborator, ne bëjmë edhe diferencimin e sëmundjes ose diagnozën diferenciale për pjesën e arritjes së rezultatit. Sa rrezikshme është plasja? Më fal, doja ta kujtoja që fermat e vjetshme që u preken nga gripi i shpendëve, pra fermat e pulave janë dëmshpërblyer nga Ministria e Bujqësisë. Po. Ka qenë, në mos gaboj, një punë voluminoze, dosje, dokumenta nga KVMB dhe janë dëmshpërblyer ndoshta para 2 muajsh, nuk jam i sigurt për periudhën. Për sa i përket Pse e them se kur është për të thënë s'po na japin, e themi gjithë, s'po jep ministria, s'po paguan, po kur është për të dhënë ose kur jep, nuk e themi që e dha. Ajo ka qenë një punë voluminoze që në menaxhimin e plot të situatës, që ka qenë një punë shumë e mirë e të gjithë shërbimeve veterinar, në përgatitjen dhe menaxhimin e të gjithë situatës deri në eliminimin e plot të sëmundjes dhe popullimi i këtyre stabilimenteve që është një proces shumë i vështirë për pjesën e plotësimit dhe rifillimit të kapanone dhe në fund të vitit është bërë dëmshpërblimi i plot i tyre dhe është bërë kalimi plot i gjithë. Viti kaluar ka qenë padyshimi i vështirë për shërbimin veterinar. Kemi pas gripin e shpendëve që sapo folëm, kemi pasur mortaj në ruminantëve të vegjël, pra të imtave, kemi pasur, në mos gaboj, 2 raste ose 3 me mortaj deri. Po, me mortaj afrikane të derit. Me mortaj afrikane të derit. Pra ka pasur, sa ju ka vënë vështirësi kjo situatë? Sepse ishin edhe të shpeshta në kohë. Për vitin që kaluam, kemi pas një situatë të sëmundjeve të ngjeshur, për sa i përket gjatë gjithë vitit, por do të themi që shërbimi veterinar ka qenë lartësinë e duhur për menaxhimin e plot të situatave, sepse do të themi që kjo është një angazhim i plot, siç e thashë, gjithë shërbimi është në ditë pushimi, në ditë fundjavë, në orë shtesë, në orë të vona të natës kanë qenë në terren, duke ditur që dhe terreni është një terren i vështirë për të arritur dhe për të realizuar gjithë këtë punë. Ne kemi bërë një koordinim shumë plot me rajonet, me grupe pune të ngritura në gjitha vendet dhe zonat ku kemi pasur raste pozitive. Është bërë në momentin e parë kemi bërë urdhat e ndalimit për lëvizjen e tyre, është bërë rrezja 3 dhe 10 kilometra për të gjithë zonat dhe ka qenë në një monitorim shumë të plot për sa i përket gjithë situatës së sëmundjes. Mortaja afrikane dera ka qenë një sëmundje që ka rezultuar në zonën e Lezhës, ka qenë në fillim të vitit. Siç e thash, dhe kjo është një pjesë e sëmundjeve ndërkufitare që transmetohen nga derrat e egër. Në pjesën e dinamikës të zhvillimit të sëmundjes duhet të theksoj sepse dhe në të gjithë vendet, siç janë të rajonit, ka një shtim të popullatës së derrave të egër dhe në vendin tonë ka ndikuar dhe moratoriumi i gjuetisë dhe kemi një rritje të numrit dhe probabiliteti për transmetimin e sëmundjes ka qenë më i lartë. Kështu që
gjitha këto situata kanë qenë situata të vështira për vitin që lëm pas, por do të thoja që gjithë trupa veterinare ka qenë në terren dhe ka qenë një eksperiencë që i ka shërbyer gjithëve për të qenë gati dhe për çdo situatë që ne hasemi çdo ditë. A gjendet gjithmonë bashkëpunimi ose mbështetja edhe vetë fermerëve apo edhe tregtarëve, se bëhet fjalë për shembull kur ka mortaj afrikane deri në zonën e karantinës ty të kalon as kamioni aty, do të kalojnë në zona të tjera. Pra, a ka bashkëpunim edhe të tyre, sepse në ndjenin time edhe edhe sa e kam ndjekur, mortaja ruminantëve të vegjël është mbajtur edhe me një bashkëpunim shumë të mirë të fermerëve, të blegtorëve, sepse me apo pa dhunë në thojza institucionale, me gjithë kontrollet, bashkëpunim me policinë e tjera, por besoj e kuptuan edhe ta që nëse i prekte tufën, tufa është faros, dhe nuk ishte dëm i vogël për ata. Në të gjithë zhvillimin e smundjes konkretisht për mortajën e ruminantëve vegjël, do të them që realisht kjo ka qenë një smundje e re për vendin tonë dhe fermerët vetë nuk kanë qenë të njohur në fillimet e smundjes, por duhet të falenderoj në këtë pjesë që ne kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë edhe me mediat, si edhe në faqet tona, për ndërgjegjësimin e të gjithë fermerëve dhe për të bërë të mundur ndërgjegjësimin e tyre se kjo është një smundje me mortalitet shumë të lartë. Dhe në pjesën e menaxhimit të saj, ne kishim telefonata nga çdo cepi i Shqipërisë që dhe kur ata dyshonin për një ndryshim të sjelljes ose hezitim në sjelljen e kafshëve ose smundje, ata telefononin për të bërë të mundur diagnostikimin dhe marrjen e kampionëve për të rezultuar në smundje. Kështu që kjo ka qenë faktikisht një smundje e re për vendin tonë, por jo vetëm me këtë, por në gjitha smundjet fermeri është një rol shumë i rëndësishëm për evidentimin, sepse përhapja ka shumë rëndësi në çdo smundje. Domethënë përhapja dhe menaxhimi i rrethit dhe shpërndarjes së transmetimit është shumë i rëndësishëm. Si është sot shërbimi veterinar në tërësinë e vet? Po themi nga vitin vet ose nga koha që ju keni filluar punë në AKVMB ose kur është krijuar AKVMB-ja. AKVMB-ja besoj, nuk e kujtoj vitin, po 18 është krijuar. Për sa i përket AKVMB si autoritet në drejtorinë përgjithshme është krijuar në vitin 2020, në shtator të vitit 2020. Por faktikisht ne si shërbim veterinar ka ekzistuar pavarësisht e emrit që merr si drejtori edhe ndarje në nivel qarku ose rajoni, kjo ka ekzistuar dhe thjesht dhe pavarësisht ndryshimit edhe kërkesave, sepse ndryshimet janë në bazë të kërkesave ligjore dhe për afrimit që bëhet me Bashkimin Evropian edhe legjislacionit për të pasur një zinxhir, mbylljen e zinxhirit plot të gjithë gjurmëshmërisë edhe sigurimit të produkteve të sigurta. Kështu që për sa i përket shërbimit veterinar, unë duhet të them që ky është një mbulim i plot i gjithë territorit me shërbim veterinar, ku bën të mundur që nga lindja, regjistrimi, identifikimi edhe deri në gjithë jetën lëvizjen e kafshëve derisa ajo arrin tryezat tona, ka një zinxhir dhe informacion të plot të gjithë kafshët. Kështu që për sa i përket shërbimit, ne kemi masa profilaktike që kryejm ndaj fermerëve, kemi identifikim e regjistrimin që bëjmë për ta dhe lëvizjen e certifikata. Këto janë të gjitha falas, që do të thotë që kjo është një ndihmë e shtuar pavarësisht pjesës ndihmës së tjerë për informacionin që ata marrin, kjo është një ndihmë që merret direkt nga buxheti i shtetit. Në Shqipëri ndodhen ikin vinë grupet e ekspertëve të Komisionit Evropian në raport me
kapitullin 12, edhe 11 dhe 13 sigurisht, dhe siguria ushqimore paraqet problematika, ka pasur penalitete ndaj bizneseve, ka pasur gjoba ndaj bizneseve, ka pasur mbyllje të tyre të përkohshme derisa në plotësim standardeve, po nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, po pas evidentimit të grupeve të auditit të Komisionit Evropian. Tani, nga edhe peshkimi po ashtu, po e gjitha, po themi, siguria ushqimore. Ama sektori që ka pasur nota pozitive në ndjenin time është shërbimi veterinar. Çfarë kanë thonë konkretisht, ose cilat kanë qenë vlerësimet e tyre, sigurisht mos ti citoni fjalë për fjalë, po që përshtypjet e përgjithshme ose vlerësimet. Për sa i përket vlerësimit të auditimit që ne kemi kryer për kapitullin 12, ka qenë një auditim nga ekspertë të BE-s për vlerësimin e shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve për shërbim veterinar. Ka qenë një arritje sepse unë faktikisht jam krenar për pjesën e këtij të rezultatit, sepse notat pozitive kanë qenë për shkak të gjithë sistemit që ata kanë parë. Domethënë gjithë gjumëshmëria, sistemi, zbatimi i masave profilaktike, evidentimi, gjithë zinxhiri që funksionon dhe kontrolli zyrtar që ne bëjmë. Për sa i përket bazës ligjore, ne jemi në pjesën më të madhe të përafruar me legjislacionin evropian dhe është bërë e mundur që ne pjesën më të madhe dhe implementimin që kemi në AKMB e kemi në përafrim pothuajse të plot me Bashkimin Evropian. Për sa i përket komenteve, ai është një raport që është shumë pozitiv për integrimin dhe pjesën e kapitullit të 12, sepse në realitet kapitulli 12 është kapitulli më i vështirë për integrimin evropian. Normal që ka shumë punë për të bërë në vazhdim, sepse ne këtë arritje dhe këtë standard duhet ta mbajmë dhe ta çojmë më përpara, kështu që në pjesën e këtij rezultati ekspertët e BE-s nuk parathojnë kollaj fjalë të mira dhe kështu që ata s'kan ardhur për të thonë fjalë të mira, ata kanë ardhur për meta. Po, faktikisht është një shikim në lupë i gjithë sistemet edhe gjithë punës tonë. Kështu që është një arritje për pjesën e shërbimit veterinar. Po për të vazhduar më tej, qoftë në raport me integrimin, qoftë me sigurinë tonë ushqimore, shëndetin e kafshëve e tjera, sigurisht duhen njerëz dhe si janë kapacitetet, duhen rritje kapacitetesh, duhen rritje kapacitetesh laboratorike, po mbi gjitha edhe njerëzore. Si janë kapacitetet, burimet njerëzore sot në AKMB, flas për pjesën e shërbimit veterinar, jo mbrojtja e bimëve. Kur them nuk flas në territorin e përgjithshëm, në gjithë territorin e Shqipërisë, sepse pash edhe një njoftim që keni publikuar për të rekrutuar, për të punësuar mjek veterinar në disa zona. Po, për sa i përket të gjithë strukturës tonë, është një strukturë, siç e thash, që mbulon gjithë territorin dhe është një strukturë që ka gjithkohës nevojë për plotësim të nevoja, sepse ka një diversitet të plot të stafit për sa i përket dhe moshave dhe eksperiencës, dhe ne kemi aktualisht në pjesën e veterinerëve zyrtar të shërbimit vakancat cilat kërkojmë t'i plotësojmë me shpalljet. Ne zakonisht gjatë gjithë vitit për të pasur një strukturë të plotë dhe mos pasur mungesën në shërbimet tona dhe në kontrollet që kryejmë, bëjmë rekrutime dhe siç është edhe ky i fundit që ne kemi shpallur vendet për sa i përket veterinerët të shërbimit. Kështu që gjej rastin dhe t'i ftoj ata veterinerët cilët duan të jenë pjesë e autoritetit tonë, të plotësojnë dokumentacionin dhe të dorëzojnë dosjen siç është në shpalljen e hedhur në web dhe të jenë pjesë e sistemit tonë. Qartë, por përveç kësaj, Spari apo ju furnizon
mjaftueshëm Universiteti Bujqësor i Tiranës me mjek veteriner, në kuptimin e numrit studentëve që diplomohen vit pas viti. Se kuptohet një pjesë e tyre shkojnë edhe në private, një pjesë mund të ikin jashtë. Në pjesën në pjesën e diplomimit ky është një sistem dinamik që domethënë në tërësinë e vet ka në çdo vit mjek veteriner të cilët diplomohen dhe besoj që kërkesat me tregun janë të plotësuara. Kështu që në Universitetin Bujqësor ka mjaftueshëm veterinerë që po diplomohen çdo vit dhe ata janë si thuaç në pjesën e gjetjes së tregut dhe një pjesë e mirë e gjejmë veten sepse po të shikojmë në vitet që kemi lënë pas, numri dhe kërkesa e tyre është rritur për të qenë pjesë e autoritetit. Sa është numri i mjekëve veterinerë sot zyrtar në Republikën e Shqipërisë, nëse ju kujtohet? Për sa i përket veterinerëve zyrtar, janë të punësuar në strukturën tonë 530. Dhe pritet të rritet numri? Jo, për sa i përket këtij numrin, kjo është një pjesë e strukturës që mund të ketë lëvizje, dalin pension ose ndoshta në lëvizje paralele në një strukturë tjetër, por ky është 530 është pak a shumë organigrama e pra shpallja e fundit ka lidhje me lëvizje. Po, nuk është se janë vend vakanca të krijuara për sepse ne faktikisht kemi në strukturën tonë kemi veterinerë zyrtar shërbime dhe kontrolli që kanë detyra të ndara dhe në këto detyra të ndara kemi lëvizje që veterinerë zyrtar shërbimit kalojnë ndoshta tek kontrolli ose ata shkojnë në një vend tjetër dhe automatikisht ne bëjmë plotësimin e plot strukturës të vendet. Për shkak të gjithë ndryshimeve globale, të avancimit të shkencës, të studimeve të ndryshme, për shkak të nevojës her pas hershme edhe të rinjve, a kanë nevojë mjekët veterinerë për trajnime, sepse edhe një ekselent nëse del nga Universiteti Bujqësor i Tiranës, besoj terreni pastaj është tjetër, diçka fushë pa një orë. Pikërisht për këtë ne çdo vit zhvillojmë trajnime, bëjmë një regjistër të veçantë ku ne evidentojmë gjithë nevojat për gjithë veterinerët tanë zyrtar dhe fushat ku ata ushtrojnë aktivitetin, bëjmë një evidentim të këtyre pikave, bëjmë trajnime çdo vit dhe për këtë pjesë ne bashkëpunojmë me urdhrin profesional të mjekut veterinar, ku bëjmë gjithë trajnimin e mundshëm të veterinerëve. Nuk do të thotë që një veteriner është pjesë e stafit tonë dhe ai trajnohet dhe e kalon këtë fazë, por ai në gjithë pjesën e punës tij të për rifreskime të njohurive dhe nevojave tona. Gjithashtu ne bashkëpunojmë edhe me projekte të ndryshme ku vejmë ato piketat tona për të pasur njohuri të plota në stafin tonë. Për shkurtimisht rasteve të smundjeve, ku duhet të drejtohemi? Nëse një fermer i vogël ka një smundje apo ngordhje shpendesh, një smundje apo ngordhje kafshësh të gjitha llojeve, gjedha apo tinta. Për sa i përket jo gjithë i dinë kontaktet tuaja. Për sa i përket komunikimit me stafin ton, ne kemi në çdo qark kemi zyrën vendore të shërbimit veterinar ku ata kanë të afishuar numrat e kontaktit dhe numrat e adresat e tyre. Gjithashtu, për çdo problematik në tërësi të plot për sa i përket shëndetit kafshëve ose informacionit të plot që fermerët mund të kërkojnë, mund t'i drejtohen adresës sonë të internetit ose numrit jeshil 083366 dhe i cili është një numër pa pagesë dhe adresës tonë info@akmb.gov.al për të informuar për çdo informacion ose për të marrë çdo shërbim pranë nesh. Zoti Edhim Spira, unë të falenderoj. Falenderoj juve. Nuk ke diçka tjetër për shtuar, ishte kënaqësi që diskutuam bashkë. Kënaqësi edhe për mua, shumë falenderoj.
Shikues të Alert, ky është fundi i programit për ditën e sotme. Do të shihemi të premte në ardhshme në orën 21. Mos harroni Alert transmetohet të shtunën në 13:30. Mirupafshim.